Tensionet në shtëpinë e Big Brother Kosova kanë arritur një tjetër pikë shpërthimi, duke përfshirë këtë herë Labinotin, Klodin dhe lëndrimin në një debat të ashpër që degradoi shpejt nga përballje verbale në sjellje alarmuese. Situata u zhvillua me tone të larta, akuza personale dhe një klim që e bëri ndërhyrjen e banorëve të tjerë të domosdoshme. Gjatë debatit, Labinoti u drejtua Klodit dhe lëndrimit me deklarata provokuese, duke u shprehur se fëmijët e tu janë fansat e mi, ju jeni kot, një fjali që u perceptua si përçmuese dhe poshtëruese. Ai vijoi duke i etiketuar të dy si të mbaruar si meshkuj dhe dallavere, duke e zhvendosur debatin nga loja në sulme të drejtpërdrejta ndaj identitetit dhe dinjitetit personal. Këto fjalë ndezën reagimin e menjëhershëm të Klodit, i cili u shfaq i irrituar dhe i tensionuar. Në kulmin e përplasjes, situata u përkeqësua edhe më shumë kur Klodi akuzoi Labinotin për një veprim të papranueshëm, duke i thënë: "Më beshtyve, çka po bën? Mos mu afro." Ky moment shkaktoi tronditje të banorët e tjerë, pasi debati kishte kaluar nga fjalët në një incident që u perceptua si shkelje serioze e kufive personal. Lëndrimi, i përfshirë gjithashtu në debat, u gjen në mes të tensionit, ndërsa përplasja mes dy palëve u bë gjithnjë më e vështirë për t'u kontrolluar. Banorët e tjerë ndërhyjnë për t'i ndarë dhe për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Duke u përpjekur të qetësonin gjakrat në një moment shumë delikat për klimën e shtëpisë, ky episod ka ndezur reagime të forta edhe jashtë shtëpisë. Publiku po diskuton ashpër gjuhën e përdorur, nivelin e agresivitetit dhe faktin se konfliktet po kalojnë gjithnjë më shpesh kufirin e debatit të pranueshëm. Shumë ndjekës kanë ngritur shqetësimin se ofendimet, poshtërimet dhe veprimet provokuese nuk mund të justifikohen si lojë, duke kërkuar më shumë përgjegjësi dhe ndërhyrje nga produksioni. Nga ana tjetër, ky konflikt ka nxjerrë në pa presionin e madh emocional që përjetojnë.